Pse është ndaluar mbajtja e arit për burrat? Në traditën islame, gratë mund të mbartin arin sa të duan, por burrave u ndalohet të mbartin ar. Kjo e ndaluar është e rrënjosur në mësimet e profetit ton Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili shprehimisht deklaroi se mbartja e arit është e ndaluar për burrat. I dërguari i Allahut, sa i përket arit dhe mëndafshit, ka thënë: është lejuar ari dhe mëndafshi për femrat e umetit tim, ndërsa është ndaluar për meshkujt e këtij umeti. Nëse është ndaluar në Islam, kjo është një arsye e mirë. Ka shkrime shkencore që hedhin dritë mbi shqetësimet e mundshme shëndetësore që lidhen me muskujt që e mbartin arin. Studimet e fundit sugjerojnë një lidhje midis ekspozimit të zgjatur ndaj arit dhe çështjeve të fertilitetit tek meshkujt. Studiuesit kanë zbuluar se mbajtja e arit afër trupit, si unaza apo zinxhir ari, potencialisht mund të prishë ekuilibrin hormonal dhe të ndikojnë në prodhimin e spermës, duke çuar në problem të fertilitetit dhe sterilitetit. Shkencëtarët tanë kanë vërtetuar se veshja e arit për burrat mund të shkaktojë probleme të fertilitetit dhe t'i bëjë burrat steril, që do të thotë se ka shumë mundësi që ata mos të kenë fëmijë. Duke ju përmbajtur ndalimin të veshjes së arit për meshkujt, muslimanët jo vetëm demonstrojnë bindjen e tyre ndaj mësimeve fetare, por gjithashtu ruajnë mirëqenien fizike dhe shpirtërore. Çdo gjë që Allahu ja ka ndaluar njeriut, përmban në vetvete urtësi, e kjo urtësi është e mjaftueshme për çdo besimtar. Thot Allahu në Kur'an: kur Allahu ka vendosur për një çështje, ose i dërguari i tij, nuk i takon, nuk i lejohet asnjë besimtari dhe asnjë besimtareje që të bëjnë zgjedhje tjetër për çështjen e tyre. Dhe kushdo që nuk i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, padyshim që ka humbur në gabim të qartë.